Kurti largohet. Që mandatin e dytë për krijimin e qeverisë t'ja japim nën kryetarit, aktivistit, shokut e mikut ton të afërt e fort besueshëm Glauk Konjufca. Konjufca vjen. Populli shumë shpejt pret që ti të rikthehesh edhe më fuqishëm se në vitin 2021. Por loja mbetet e njëjtë. Sot Kosova zyrtarisht hyri në një fazë të re politike. Albin Kurti ka propozuar Glauk Konjufcën mandatar për kryeministër, duke propozuar veten ministër të punëve të jashtme. Një lëvizje që shumë po e quajnë hap taktik për të shmangur dështimin e raundit të parë të mandatarit. I menjëhershëm ka qenë edhe pranimi këtij propozimin nga Konjufca, i cili tha se e pranon këtë post, por që lëvdatat për Kurti nuk munguan as këto. Ai i bindur ju drejtua Kurtit duke thënë se populli pret që ai të kthehet më fuqishëm se në vitin 2021, e që mbetet kryeministri më i mirë që ka pasur shteti ynë. Por edhe pse emri ndryshoi, betejja politike mbetet e njëjtë, pasi partitë opozitare janë të prera në vendimin e tyre për kundërshtim. Nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë bërë të ditur se nuk mbështesin asnjë mandat nga vetëvendosja. Sipas tyre, ky vendim i Kurtit është një tentativë për të fituar kohë dhe jo një zgjidhje reale. E po ashtu, edhe nga Partia Demokratike e Kosovës kanë kundërshtuar këtë propozim, duke thënë se askush nuk ka shumicë dhe se zgjidhja vetme është kthimi te qytetari, pra zgjedhje të reja. PDK e ka quajtur këtë propozim lojë politike, duke theksuar se vendi nuk duhet mbajtur peng. Gjithashtu nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë pasur një reagim refuzues për Konjufcën. Ramush Haradinaj ka thënë se ndryshimi i emrit nuk ndryshon realitetin dhe se nuk do të ketë votë nga AK-ja për vetëvendosjen. Por çfarë do të thotë e gjithë kjo? Edhe pse Glauk Konjufca tashmë është emri i ri në tabelë, asnjëra prej partive opozitare nuk po lëviz nga qëndrimi i tyre kundërshtues. Pra do të mbetemi ende në një ngërç institucional dhe çdo ditë që kalon e rrit presionin për zgjedhje të reja. Tashmë ka mbetur vetëm edhe një ditë sipas afatit kushtetues me 5 nëntor, ku presidentja duhet të zgjedhë mandatarin e dytë, që e siguron atë që ka 61 vota ose datën e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka filluar takimet me partitë e opozitës pas propozimit të lëvizjes vetëvendosje të Glauk Konjufcës për kryeministër. Por ju shikues të dashur, a mendoni se ndryshimi i emrit nga Kurti në Konjufca është zgjidhje apo thjesht lëvizje taktike politike për të fituar kohë?